E para nuk është kompetencë e kryeministrit, merret me ata persona, me drejtorët dhe me drejtuesit e njësisë vendore. Kryeministri nuk mund t'i kërkojë as drejt për drejt llogari kryetarit bashkisë, pavarësisht se mund të jetë të njëjtës forcë politike, por atë mund ta kryejë vetëm nëpërmjet organeve përkatëse, si për shembull prefekti i qarkut e tjerë, dhe mund të mbajë një qëndrim politik mbi ato, jo qëndrime drejt për drejt administrative që ndërhyjnë në punët e kryetarit bashkisë. Problematike ishte edhe thirrja e gjithë Këshillit Bashkiak Tiranës te Selia PS-s, ku i dha direktiva për të shkarkuar një kryetar bashkie. Por problemi që është te opozita, si e shoh unë, është fakti që e para njëherë në tërësi këtu zgjedhjet në formën se si ndërhyn pushteti, pra kryeministri në këtë rast, e ka bërë të parëndësishëm se kush do të jetë kryetari i Bashkisë Vlorës, për shembull. Për mua ishte pak e rëndësishme, sepse si Ermal Dredha, si kjo zonja që është zgjedhur tani, si kryetari i Bashkisë më herët, orientimin dhe syt i kishin nga kryeministri. Bënin çfarë merrni komanda se çfarë thoshte kryeministri. Pjesa tjetër ishte krejtësisht burokratike dhe administrative. Dhe pjesëmarrja 12% në Bashkinë e Vlorës është tregues që qytetarët nuk kanë më interes, dhe ky është interesi i pushtetit dhe i partive të cilat rrinë gjatë pushtet, që njerëzit mos të marrin pjesë në veprimtari politike. Pra njëherë kanë të drejtë qytetarët të votojnë, dhe kjo është në zgjedhje, dhe kanë drejtë shprehin një mendim politik me veprim, pra me votë, dhe këtë mundësi ja heqin. Duke i dekurajuar dhe duke bërë njëmi situata, të cilat siç u tha këtu që me gjithë problematikat që ka pasur Vlora, njerëzit nuk kanë interes fare se kush do t'i qeverisë. Në një kohë që duhet ishte e kundërta, për qeverisin